Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Nga nesër, trafiku urban do t'i ndërpres të gjitha linjat në kryeqytet për shkak të vështërsive financiare. Në një konferencë për media, kryetari Prishtinës Përparim Rama tha se kryeqyteti nuk mund bllokohet për interesat ngushta, jo profesionale, jashtëligjore dhe krejtësisht politike. Rama deklaroi se për herë të parë në historinë e Kosovës po ndodh që qeveria qendrore t'i bllokojë të hyrat vetanake kryeqytetit. Ministri në detyri financave Hekuran Murati ka reaguar pas konferencës së kryetarit Prishtinës, duke thënë se Sari e ka alokuar buxhetin për dhjetor të premten, por komuna e Prishtinës si ka kryer pagesat. Nga kjo e hënë, transporti publik në kryeqytet do të ndalet për shkak të mungesës së pagesave. Kështu tha në një konferencë për media kryetari i Prishtinës Përparim Rama. Rama tha se prej më shumë se një vit komuna ka kërkuar alokimin e buxhetit të saj në përputhje me procedurat ligjore. Ku siç thaj, buxheti i Prishtinës në vlerë 35 milion euro mbetet i bllokuar, 25 milion euro të hyrat vetanake dhe 10 milion euro të grantit qeveritar, në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën. Shërbime jetike të kryeqytetit që përdoren për ushqim në shkolla, për transport publik, për shëndetësi, ndihmë sociale, të cilat janë në prag të ndërprerjes nesër. Bëhet fjalë për funksione elementare të qytetit tonë, për mirëqenien e fëmijëve tonë, për mirëqenien e të moshuarve dhe familjeve tona. Duke u përgjigjur pyetjes nëse është përgjegjës edhe subjekti politik që përfaqëson sa i përket votimit të buxhetit në kuvend, Rama tha se çështjet e të hyrave vetanake nuk kanë të bëjnë asgjë me çështjen e buxhetit i cili ka shkuar në parlament. Të hyrat vetanake të kryeqytetit bllokohen, po them, tashmë 11 muaj. Dhe nuk kanë asnjë lidhje me çka ndodh në parlament. Ne jemi qeverisje lokale me të drejta ligjore, me të drejta në buxhetin tonë, me të hyra vetanake, pra janë fondet tona. I menjëhershëm ishte reagimi i ministrit në detyrë të financave Hekuran Murati, i cili tha se të premten pasdite, Thesari ka alokuar buxhetin e dhjetorit për komunën e Prishtinës, para kohe me idenë që të paguheshin disa fatura për shërbime esenciale siç është energjia elektrike. Sipas Muratit, nga Thesari është njoftuar që përkundër alokimit stafi komunës së Prishtinës kishin përfunduar oralin dhe nuk e kishin kryer asnjë pagesë me arsyetimin se i kryejm të hënën. Sipas Muratit, kjo sjellje e tyre nuk përkon me urgjencën që kishin paraqitur kur kishin kërkuar alokim të parakohshëm. Trafiku urban njoftoi përmes rrjeteve sociale se si pasojë e këtyre vështirësive dhe mungesës së karburanteve, pavarësisht vullnetit, ka qenë i detyruar të ndërpres qarkullimin e të gjitha linjave duke filluar nga kjo e hënë. Nga nesër në Radio Televizionin e Kosovës do të nisë greva e përgjithshme për shkak të pagave. Sindikata e punëtorëve të RTK-s ka njoftuar se greva do të zhvillohet çdo ditë nga ora 11 deri në orën 13 me pezullimin e gjitha punëve në çdo sektor. Greva sipas sindikatës vjen pas një periudhe të gjatë kërkesash të injoruara dhe rrezikut për vazhdimsinë e RTK-s për shkak të pagave të bllokuara. Edhe shoqata sindikale e Radio Kosovës ka njoftuar të gjithë punëtorët se duke filluar nga nesër do të organizohet grevë një orëshe para ndërtesës së Radio Kosovës për të kërkuar sërish nga organet përgjegjëse që të marrin masa urgjente për zgjidhjen e kësaj çështjeje në mënyrë që punëtorëve t'u garantohen të drejtat e tyre ligjore dhe institucioni të vazhdojë punën pa pengesa. Partitë politike kanë në kohë një javë për formimin e koalicioneve. Afati i fundit është data 30 nëntor, ka bërë të ditur kështu zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi. Ai tha për RTK Live se sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, partitë politike të cilat janë të regjistruara në KQZ dhe të cilat duan të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme përmes koalicionit, duhet ta njoftojnë KQZ-n respektivisht zyrën për regjistrim, certifikim dhe kontrollim financiar të subjekteve politike. Ndrojmë tani temë. Në 25 vjetorin e vrasjes është përkujtuar Xhemail Mustafa. Presidentja Vjosa Osmani, duke kujtuar Mustafën në përvjetorin e vrasjes së tij, tha se plagët e skaluarës nuk mbyllen pa drejtësi, derisa ka shtuar se zbardhja e kësaj vrasjeje politike nuk është vetëm kërkesë morale, por detyrimi i Republikës. Osmani ka shkruar se në këtë përvjetor kujtojnë me nderim një nga zërat më të artikuluar të lirisë, intelektualin që me pen, guxim e vizion mbrojti idealin e Kosovës pavarur. Ndërsa kryetari i
Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka theksuar se vrasja e Mustafos shtoi një hallë të re në zinxhirin e atentateve mizore ndaj intelektualëve shqiptar. Si gazetar, publicist e shkrimtar, arma e tij më e fortë ishte pena, e cila mbeti besnike ndaj tij edhe pas vdekjes. Xhemail Mustafa ishte zëri kumbuesi së vërtetës për luftën në Kosovë, ka shkruar kështu kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në Gjakovu mbajt protest për të kërkuar drejtësi për Daorsa Spahin, 25 vjeçaren që vdiq tragjikisht në Tetov më 6 nëntor. Përmes protestës u kërkua veprimi vendosur nga institucionet e Kosovës dhe drejtësi për viktimën. Në protest u tha se Daorsa u la e pambrojtur nga institucionet e Maqedonisë së Veriut dhe shteti i Kosovës duhet angazhohet dhe të veprojë me vendosmëri. Flasim tani për sport. Tifozët e Partizanit Beogradit kanë shfaqur një koreografi fyse ndaj tifozëve mysafir të Fenerbahçes në ndeshjen e vlefshme për Euroligë. Edhe një herë tifozëria serbe shfaqi urrëtie fyerje kombëtare ndaj kundërshtarëve në një ndeshje sportive. Partizani Beogradit pësoi një tjetër humbje në parketin e tyre në Euroligë, këtë herë nga kampioni aktual Fenerbahçe. Mirë po tema kryesore nuk ishte loja, por koreografia e turpshme e tifozëve Beogradas, për të cilën reagoi Fenerbahçe me një komunikat në faqen zyrtare. Kjo ndeshje filloi me një koreografi në tribunën jugore në arenën e Beogradit. Me atë pjesë u shfaq figura e Miloš Kopilicit dhe një skenë që paraqiste vrasjen e Sultan Muratit, e cila u shoqërua me thyrje ofendimet e tifozërisë serbe ndaj asaj mysafire. Kjo koreografi zhgënjeu publiku në Turqi dhe menjëherë pas ndeshjes drejtori i klubit turk Cem Çirtic deklaroi se koreografia ishte vendosur gjatë ngrohjes së lojtarëve të Fenerbahçes dhe se klubi turk do të dorëzojë urgjent një ankesë zyrtare tek institucionet përkatëse. Ky është vetëm rasti i fundit i këtij lloji, ku tifozëria serbe i provokon dhe i thyen kundërshtarët në baza racore e kombëtare. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Përmbytjet në Vietnam kanë lënë të paktën 90 të vdekur dhe 12 të zhdukur, njoftojnë kështu autoritetet e këtij shteti. Të paktën 90 persona kanë vdekur dhe 12 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas ditëve të shirave të rrëmbyeshëm në Vietnam, që quan në përmbytje dhe rrëshqitje toke. Qeveria vietnameze thot se 186.000 shtëpi janë dëmtuar në të gjithë vendin, me më shumë se 3 milion bagti të zhdukura. Provinca malore Dak Lak është prekur rënd duke regjistruar më shumë se 60 vdekje që nga 16 nëntori, sipas agjencisë së lajmeve AFP. Përmbytjet janë ngjarja më e fundit ekstreme e motit që ka goditur Vietnamin në muajt e fundit, pasi tajfunët Kalmaegi dhe Boaloi goditën vendin brenda disa javësh nga njëri tjetri. Burime ushtarake dhe policore janë mobilizuar për të ndihmuar në zonat më të goditura. Qeveria tha se ndikimet më të rënda ishin vërejtur në 5 provinca në Vietnamin jugor dhe jugqendror. Kryeministri Pham Minh Chinh kryesoi një takim virtual emergjence të dielën në mëngjes nga Afrika e Jugut, ku është duke marrë pjesë në samitin G20. Rreshjet kanë tejkaluar 1.5 metra në disa zona deri të premten, me disa të tjera që tejkaluan një nivel prej 5.2 metrash që nuk ishte parë që nga viti 1993. Shkencëtarët thonë se Vietnami është lënë i ekspozuar ndaj ngjarjeve ekstreme të motit për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njeriu, të cilat i kanë bërë tajfunët më të fortë dhe më të shpeshtë. Ishte kjo e tëra për këtë edicion lajmesh, do të takohemi bashkë në edicionin qendror në 19:30. Mirupafshim.